dhe përsërita frazat në heshtje. Më vjen keq, më fal, faleminderit, të dua. Brenda pak minutash, shtrëngimi u zbut, kujtimi nuk u zhduk, por nuk më kontrollonte më. U zhvendosa nga rezistenca në paqe. Kjo është bukuria e kësaj praktike. Nuk i fshin sfidat e jetës, por ndryshon mënyrën se si i përballojmë ato. Ja si mund të filloni ta praktikoni. 1. Zgjidhni një fokus. Mendo për një situatë, një person, një pjesë të vetes që të duket e rëndë ose e pasgjidhur, mund të jetë edhe për shembull fëmijëria. 2. Nis të përsërisësh këto 4 frazat ngadalë. Më vjen keq, pranimi i dhimbjes. Më fal, lirimi nga bara e fajit. Faleminderit, mirënjohja për mundësinë për t'u shëruar. Dhe së fundmi të dua, sjellja e dëmshurisë.